Përshëndetje, jemi në ditën e dytë të botrorit, ku dy përballje do të kemi ditën e sotme me 4 skuadra. Përballja e parë do të jetë Korea e Jugut dhe Çekia, dhe ndërkohë nga ana tjetër do të kemi Kanadan dhe Bosnjë-Hercegovinën. Po si shfaqen këto skuadra sa i përket vlerave të tyre në letër, pra vlerës së kombëtareve duke ju referuar pozicioneve të fushës siç kemi bërë edhe më herët. Le të kalojmë te grafiku i parë pa humbur kohë për të parë se si paraqitet në vlerë Korea e Jugut dhe nga ana tjetër Çekia dhe si do të jetë përballja e tyre sa i përket pozicioneve. Qoftë si referohemi pozicionit të parë, pra Portës, shohim që ka një diferencë të lartë midis Koresë së Jugut dhe Çekisë në favor të Çekisë. Porta e Koresë së Jugut vlerësohet në 2.15 milion euro, ndërkohë nga ana tjetër kemi portën e Çekisë me një vlerë prej 28 milion eurosh. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket mbrojtjes, shohim që sërish vlerat janë në favor të Çekisë, pasi ky pozicion në fushë i kësaj kombëtarje vlerësohet në 58.1 milion euro, përkundrejt Koresë së Jugut me një vlerë prej 34.8 milion euro. Megjithatë, përkundrejt rastit të Portës, shohim që diferenca mes këtyre vlerave sa i përket mbrojtjes nuk është shumë e lartë. Nga ana tjetër, nëse si referohemi mes fushës, shohim që kemi një barazim, pasi të dyja kombëtarët pothuajse regjistrojnë vlera të njëjta, ku për Korenë e Jugut shohim që ky pozicion vlen rreth 56.8 milion euro, përkundrejt Çekisë me një vlerë prej 56.6 milion eurosh. E sa i përket pozicionit të fundit, i cili është sulmi, shohim që sërish kemi një vlerë pothuajse të njëjtë me 45.3 milion euro sa i përket Koresë së Jugut, përkundrejt 45.4 milion euro Çekisë. Qofse shohim vlerën në total, 139.05 milion euro vlen e gjithë kombëtarja e Koresë së Jugut, përkundrejt 188.2 milion euro kombëtarja e Çekisë. Ndër të tjera shohim se si paraqiten statistika, siç janë mosha mesatare apo madhësia e skuadrës, dhe nga ana tjetër sa kushton lojtari më i shtrenjtë sa i përket këtyre kombëtarëve. Shohim që në rastin e Koresë së Jugut, madhësia e skuadrës është prej 26 lojtarësh, përkundrejt 26 lojtarësh të Çekisë. Nga ana tjetër, mosha mesatare shohim që është më në favor të Çekisë, pasi ka një moshë prej 27.6 vjet përkundrejt 28.1 vjeç mosha mesatare e Koresë së Jugut, pra shohim që ka një kombëtare më të plakur në përballje me kombëtaren e Çekisë. Nga ana tjetër shohim që lojtari më i shtrenjtë sa i përket Koresë së Jugut vlen 28 milion euro, përkundrejt lojtarit më të shtrenjtë të Çekisë, i cili vlen 22 milion euro. Pra shohim që në këtë indikator të analizuara, Korea e Jugut ka më shumë pikë. Përballja e dytë e cila do të realizohet ditën e sotme është Kanadaja dhe Bosnjë-Hercegovina. Le të shohim se si paraqiten në letër këto dy kombëtare përballë njëra tjetrës dhe nëse vlerat analizuara do të përkthehen në pikë në lojë. Shohim që porta e Kanadas vlen 5.85 milion euro, përkundrejt portës së Bosnjë-Hercegovinës prej 7.2 milion euro, një diferencë e ndjeshme shohim në favor të Bosnjë-Hercegovinës. Nga ana tjetër kemi mbrojtjen e Kanadas me një vlerë prej 67.5 milion eurosh, përkundrejt mbrojtjes së Bosnjë-Hercegovinës prej 59 milion eurosh. Nga ana tjetër, mes fusha e Kanadas vlen 49.3 milion euro, përkundrejt 25.2 milion eurosh Bosnjë-Hercegovina. E sa i përket sulmit, shohim që në favor është Kanadaja, pasi vlera e këtij pozicioni në lojë e Kanadas vlen 76 milion euro, përkundrejt 60.2 milion euro Bosnjë-Hercegovina. Duket se shifrat janë në favor të Kanadas, pasi totali vlerësohet në 198.6 milion euro, përkundrejt 151.6 milion euro kombëtarja e Bosnjë-Hercegovinës. Le të shohim edhe në këtë rast se si paraqiten disa nga indikatorët më të rëndësishëm të përballjes së këtyre dy kombëtarëve për ditën e sotme. Shohim që madhësia e skuadrës është 26 lojtar për të dyja kombëtarët, ndërkohë mosha mesatare e kombëtares së Kanadas vlerësohet në 27 vite, përkundrejt moshës mesatare 26.4 vite të Bosnjë-Hercegovinës, duke parë se për këtë indikator Bosnjë-Hercegovina është në favor me një kombëtare më të re. Ndërkohë lojtari më i shtrenjtë për kombëtaren e Kanadas vlerësohet në 40 milion euro, përkundrejt 25 milion eurosh lojtarit më të shtrenjtë të Bosnjë-Hercegovinës. Në këtë indikator shohim që Kanadaja ka e përsi. Por cilët janë disa nga faktet më interesante të dy përballjeve dhe 4 skuadrave, pra 4 kombëtarëve që do të përballen ditën e sotme? Shohim që Korea e Jugut është mbretëresha e Azisë në botror. Kjo është pjesëmarrja e 11 e Koresë së Jugut rradh Azi, në më shumë se çdo kombëtare tjetër që ka arritur ndonjë vend aziatik. Nga ana tjetër, Çekia rikthehet pas 20 vitesh. Pjesëmarrja e fundit ishte në botrorin e vitit 2006 e zhvilluar në Gjermani. Por si paraqiten fakte interesante sa i përket përballjes së dytë,
pra Kanadas dhe Bosnjë e Hercegovinës. Kanadaja nuk ka fituar kur një ndeshje në botror, ka marrë pjesë në vitin 1986 dhe vitin 2022, por ende pret fitoren e parë historike në Kupën e Botës, ndërkohë nga ana tjetër Bosnjë e Hercegovina luan botrorin e dytë në historinë e saj, pas debutimit në vitin 2014 rikthehet pas 12 vitesh me një brez të ri.